Ministria e Arsimit dhe Sportit ka publikuar zyrtarisht kalendarin e provimeve të maturës shtetërore për vitin 2026. Sipas njoftimit të Ministrisë, provimi i gjuhës së huaj do të zhvillohet me 2 qershor, ndërsa me 9 qershor maturantët do të nënshtrohen provimit të gjuhës shqipe dhe letërsisë. Provimi i matematikës është planifikuar për në datën 16 qershor, ndërsa cikli i provimeve do të mbyllet më 23 qershor me testin e lëndës me zgjedhje. Në funksion të orientimit dhe përgatitjes sa më të mirë të maturantëve, Ministria e Arsimit dhe Sportit ka shpërndarë në të gjitha shkollat testet model për provimet e ardhshme. Këto teste shërbejnë si udhëzues për nxënësit duke i njohur ata me strukturën, formatin dhe nivelin e kërkesave të provimeve me synim rritjen e përgatitjes dhe performancës së tyre. Procesi i hartimit, administrimit dhe vlerësimit të testeve do të realizohet nga Qendra e Shërbimeve Arsimore, e cila do të garantojë respektimin e standardeve më të larta të transparencës, korrektësisë dhe barazisë për të gjithë maturantët. Autoritetet arsimore bëjnë me dije se do të merren të gjitha masat e nevojshme për mbarvajtjen e procesit në mënyrë që provimet të zhvillohen në kushte të rregullta dhe të sigurta.